Aventura e Christian Aslanit në radhët e Torinos mund të mbyllet shumë më shpejt nga sa mendoj. Mesfushori i kombëtares shqiptare duket se nuk ka përmbushur pritshmërinë në klubin e ri ndaj torinezët, po mendojnë të mbyllin marrëveshjen dhe të kthejnë tek Interi futbollistin shqiptar. Lajmin e bën të ditur gazetari Matteo Moretto, një emër i njohur për Mercaton dhe njëkohësisht një prej bashkëpunëtorëve të afërt të Fabrizio Romanos. Torino po mendon seriozisht ndërprerjen e parakohshme të huazimit të Christian Aslanit. Mesfushori shqiptar do të kthehej kështu tek Interi. Vendimi përfundimtar do të merret pas ndeshjes së kampionatit ndaj Veronës, ishte postimi i tij në rrjetet sociale duke i dhënë rrugë kësaj hipoteze të bujshme. Aslani u dha në huazim me të drejtën e blerjes për shifrën e 11.5 milion eurove në fund të sezonit. Por me sa duket Torino nuk e sheh si një futbollist për të cilin të bëjë një investim të tillë dhe po bën plante të tjera që nuk përfshin kësaj mesfushorin shqiptar. Tani pritet të mësohet vendimi pas ndeshjes së sotme.